Shkon profesori te sheshi i fshatit, dhe aty në vend që dëgjojnë të gjithë burrat e fshatit, dëgjojnë vetëm një burr të vjetër. Edhe i thot, ku janë burrat e fshatit? Tha, te fshati i fqin, tha, ka vdekur një njeri, tha, dhe kemi vajtur, tha, ka vajt gjithë fshati, kam ngel vetëm unë këtu, tha. Po tha, po unë erdha, tash, tha, tu jap mësim, tha, tu mësoj, tha. Po ç'a të them unë, tha, po do iki unë, i thaj. Ore ti ik, tha, bëj ç'a duash, i tha ky plaku. Ç'a të them unë, s'të mësoj dot, i tha, se unë roje kuaj që jam, i thash, i tha ky, kam ja 30 kuaj aty te stalla, tha, dhe i ruaj, tha. Po ama, tha, sikur unë një mëngjes të vete, dhe këta nga 30 kuaj, tha, 29 më ke nikur, tha, dhe një të këtë njëll aty, tha, unë para se ti kitë kërkoj ata tjere, do t'i hedh për të ngrënë ati kalit që kam aty, tha. A, tha, profesori, ma futi këtë, tha. Tha profesori. Po, edhe filloj pas taj foli, filloj mbajti atë leksionin e vetë në bas, një 2 orës që po fliste, me emocione, me të gjitha ato qa, me gjërat e bukura që tha, i tha plakut, hëmo plak, i tha, atë pëlqeunën që i tha diskursi im, qa të them, unë tha plaku, unë roje kuaj që jam, i tha. Unë tha vërtet, tha, në mëngjes kur shkoj, tha, dhe 29 nga 30 kuajt më kanë ikur, vërtet ati një kali, tha, i hedh ushqim, tha, por nuk i hedh ushqimin e të 30-ve, tha, i hedh vetëm për njërin, tha.